Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Britqapi. Do bëjmë leximin e radhës. Për të dashur Britqapë, pyetja ime, që mbase e dini, kur të hapen letrat duhet të ketë një pyetje konkrete, jo të hapen ashtu pa asnjë pyetje. Ishte po apo jo? Për çfarë do lloj dëshire, synimi, qëllimi, përmbushje, realizimi që e dëshironi, po apo jo? Kjo është letra e kaluarës, tashmës, pengesat dhe ardhmja. E kaluara, të dashur Britqapër, të largoj pak të letrat, e kaluara është The Hierophant. Britqapi ka ndjekur rregullat, traditën ose një strukturë të caktuar. Ka besuar absolutisht te procesi dhe tek autoriteti. Kjo letër tregon për përkushtim, përvoja mësimore ose ndjekje një rrugë të njohur, të dashur Britqapër, por ndoshta pak tepër e kufizuar, sikur shumë strikt. E tashmja, të dashur Britqapër, është Temperance. Tani, energjia është pak më e butë dhe kërkon ekuilibër. Britqapi është duke provuar të bashkojë logjikën me ndjenjen, të gjejë ritmin e duhur, të mos nxitohet. Është një periudhë ku gjithçka po përzihet në mënyrë të kujdesshme dhe kjo kërkon pak durim. Pengesat, rrota e fatit, pengesa është ndjenjë se fati s'po bashkëpunon me ty. Si të mos kesh kontroll mbi këtë rrotën, ndoshta ndihesh se ke bërë gjithçka drejtër, por rezultatet janë duke vonuar. Përmbysja e kësaj letre, që është kështu, tregon bllokim të përkohshëm, por jo refuzim nga universi. Është si një pritje për sinkronizim. Të dashur Britqapër, e ardhmja është 8 të shkopive. Në të ardhmen, energjia është duke ndryshuar dhe kogja shpejt. Kjo është lëvizje, komunikim, lajme që vinë papritur dhe zhvillime të shpejta. Ajo po që duke evonuar për ju, vjen në mënyrë të befasishme dhe me një farë lloj zjarri, nga që është një zjarri të shkopitë dhe forcë, të dashur. Përgjigjja juaj për po ose jo, po, një po e sigurt, por me një periudhë të shkurtër pritje, rrota do të kthehet në favorin e juaj, sapo të ndalosh të luftuari kundër saj apo diçka duke e menduar ndryshe. Kur ta pranosh ritmin e jetës, gjithçka do të jetë shumë më shpejt nga se mendon. Një po pra, absolutisht. Durimi yt, që mund të jetë si këshill për ju të dashur, është testi. Mos e detyro fatin, bëhu në harmoni me të. Sapo të pushos të kontrolluari, universi të çon vetë aty ku dëshironi ju. Dhe kjo ishte rezultati, të dashur Britqapër.